Kjo është urrejtje e akumulume për 35 vite. Edhe vjen një moment që forca e popullit do shpërthej. Të dëgjosh Edi Ramën dje në konferencë shtypi kur thot nuk ka njëri që mlun nga Istikami, edhe Enver Hoxha kur ditën e për kongrese thoshte jena bashkë me partinë, me byron politike. Nuk thosh jam i vetëm, s'ka njëri të mlun nga Istikami. Nuk e kupton Edi Rama edhe Partia Socialiste edhe Partia Demokratike që populli ka fuqi më shumë se sa partia. Aty do të kuptu, ka ndryshu loja. Lufta është sot kundra establishmentit që është kryer për 35 vite, që nga mediat, që nga oligarkët, që nga keqeverisja dy palëve. Këto s'parrin me kuptu asnjëna palë. Edhe dalin edhe thonë që investimi është i mirë, duhet, normalisht investimet janë të mira, por kur ti e ke mush kupën me të këqija, sigurisht edhe një mirë nuk ka asnjë lloj vlere. Pastaj, edhe sikur ekonomia të zhvillohet me këto investime, ata po i vjedhin këtë buxhetin e shtetit. Sadris, të lutem thuaj reagimet në Shtetet e Bashkuara, se do rikthehemi prapë në Tiranë. Unë kam qëndru pranë deri në orën 2 të mjesit duke pa lajmet nga kanalet ndryshme që nga Euronews, Reuters, edhe dejte ato comedians, American media, do më që comedians, po flas të kanale që suportojnë të paka shumë që janë kundra Trumpit. Do më një kanë bëjë jehon ndërkombëtare si njerëzit më të korruptum që janë sot për sot që po lëvizin në përbot është Jared Kushner, bashkë me vajzën e presidentit Trump, që unë kam qenë një nga ata njerëzit që kam suportuar, nuk kam suportuar në kuptimin e qartë drejtën ka pas vetëm për një votë, po kam menduar se do të jetë një president që ka për të ndryshuar sistemin botëror, ka për të ndryshuar ekonominë krahasim me demokratët, por faktet në këtë mandaturën e dytë tregojnë komplet. Lufta që bëhet sot, edhe ajo është pjesë e asaj që njerëzit kanë dalë sot në Shqipëri, në rrugë. Edhe lufta që bëhet sot, lufta e pa drejtë në vërtet. Që këta thonë Irani ka qenë kërcënim. Nuk ka qenë Irani për kërcënim për Amerikën, absolutisht ka qenë asnjëherë, asnjë moment. Edhe ata do japin edhe njeriu në fund edhe kur s'kan për të dëzuar. Kundra një shteti sikur është Amerika. Edhe këta kanë hyrë në një gradë që nuk e din as vetë se ku kanë hyrë. Edhe kjo është, domthonjë gjithë kjo urrëtie që shohin familja Trump presidenciale ka qenë në qendër të medias këto 24 orë. Jo 24 orë, ka kohë që është në qendër të mediave amerikane. Projektin e zvënit, Sazanit. Familja Trump ka kohë që është në mediat amerikane, ka kohë që njerëzit e lirë, ata njerëzit që kanë kanalet e tyre në YouTube, flasë çdo ditë vetë fakti që Bordi Paqes, nga iku Bordi Paqes që bani Trumpi me Edi Ramën. Nga iku Bordi Paqes, kur kishim mbledh njerëzit më të korruptum të planetit, se gjithë ta njerëz domon kishin favore, kishin dhe toka, po ndërtojnë pasuri palujshme me Kushner në këto vende si Vietnam, si Shqipëria, se gjojnë, domon kanë gjetë njerëzit e korruptuar, njerëzit që kanë nevojë që mundën me bë dilla, mundën me bë pazare, si më thon si puna e Edi Ramës, për hir të pushtetit të tij, për hir me afërkuar shpinën Trumpit e Melonit e këtyre. Ai bën çdo gjë, shet edhe Shqipërinë komplet për hir të pushtetit të tij. Ky është Sadri, ju keni lëvizur dhe gjithdisur sigurisht më shumë në Shtetet e Bashkuara, njëmi andaj edhe industrinë e turizmit, zhvillimin e modelin ekonomik më